Gjykata e posaçme ka lënë në burg ish efektivin e forcave Rene Altin Morina që ishte shpallur në kërkim në sajt të operacionit të koduar revanshi. Morina u arrestua në zonën e ish bllokut në Tiranë, ndërsa gjatë kontrollit ju gjet edhe një pistolet pa leje. Në momentin e ndalimit ai udhëtonte si pasagjer në një automjet, ndërsa në prangë u vu dhe shoferi për akuzën e përkrahjes autorit të krimit. Ndaj Morinës gjykata kishte caktuar në mungesë prej majit të kaluar masën e arrestit në burg, pasi akuzohen nga SPAK si i përfshirë në grup të strukturuar kriminal për kultivimin e kanabisit. Emri Morinës u zbulua nga zbërthimi i aplikacionit Sky ku ish efektivi bashkëpunonte me një emër të njohur të botës së krimit si Durim Bami për kultivimin e kanabisit në zonën e Niklës. Po kështu Morina dyshohet se informonte edhe grupin e Durim Bamit në lidhje me operacionet që kryente policia në zonë për goditjen e grupeve kriminale apo dhe kultivimit të kanabisit. Të dielën Altin Morina do të njihet me një tjetër mas sigurie të radhë në gjykatën penale për veprën e armbajtjes pa leje. Morina është arrestuar edhe në vitin 2023 pasi në makinën me të cilën ai po lëvizte ju gjet një shumë prej rreth 113.000 euro. Në atë kohë ai deklaroi se shumën e parave e kishte marrua tek një miku i tij biznesmen dhe për këtë u lirua nga gjykata.